Thot pasuria dhe fëmijët janë nga gjërat që unë i bëra të bukura në jetën e kësaj bote. Por çfarë ndodh? E bukur pasuria, fëmijët, e gjërat e kësaj bote. Çfarë bën gabim njeriu kur harron vjeshtën edhe dimrin që do ikë nga kjo botë? Fillon nga mjetet të rëndësishme, pasuria, pushteti, fëmijët, begatit, furnizimi, risku, nga mjetet për të jetuar sa ta ka bërë Zoti risk nga të botë, ti kthen qëllim dhe për hir të kësaj ti harron madhin Zot. Kjo lidhet me ajetin ana aktharu minka malan wa a'azzu nafra. U kam më shumë pasuri se ty, tha, dhe jam më shumë i përkrahur në këtë botë, ti si askush. Kur këto që thot Zoti i bëra stoli për jetën e kësaj bote, pra janë dobishme. Qofse të jepet mundësia, Zoti t'i dhon gjitha. Por këto zot bëhen nga mjet kthehen qëllim ti të harrosh Zotin. Dhe çfarë ajeti si vazhdon? Wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tha veprat e mira, shkoje, por nuk hum me këtë libër të shenjtë që quhet Kur'an, s'hum kur. Në qoftë se thellohesh në këtë libër dhe e praktikon, të vjen me qesh me ato që s'janë këtu. Të vjen keq, sepse nuk janë të orientuar, të udhëzuar. Thot, janë stolit kësaj bote dhe pasuria, edhe fëmijët i jepi vlerën që i takon. Por, thot, el baqiyatu salihat, thot, veprat e mira mbesin ka Allahu të përjetshëm. Si çfarë shpjegimesh? Pra, pasuria, fëmijët dhe çdo gjë e kësaj bote është mjet i rëndësishëm, i jepi vlerën që i takon, po s'është kjo qëllimi, këto janë mjete. Kush që ka qëllimi i madh i Zot qofshin fal? El baqiyatu salihatu khairun inda rabbik. Tha, veprat e mira janë të përjetshme dhe më të mira ke Zoti yt dhe më me shpresë të madhe se sa gjërat e kësaj bote. Pra shpjegon i madhi Zot mjetin edhe qëllimi. Qëllimi kush është? Besimi ke i madhi Zot, i qofshim atij fal, dhe besimi ndërtuar me vepra të mira.